Pse kemi gjithmonë mungesë të vitaminës D? Sekreti që mjekët nuk ju a thonë. Mungesë energjie, dhimbje kockash apo muskush, rënje flokësh dhe një humor që ndryshon pa asnjë arsye. Afro 1 miliard njerëz në mbar botën vuajnë nga e njëjta gjë dhe me shumë mundësi edhe ju po e përjetoni tani. Po flasim për mungesën e vitaminës D, por sot nuk do të flasim thjesht për marrjen e pak dielli. Do të zbulojmë pse vitamina D nuk është fare vitaminë, çfarë bën ajo në nivel qelizor dhe si ta riktheni energjinë tuaj në kohë rekord. Çfarë është vitamina D në nivel qelizor? Le të fillojmë me një të vërtetë ronditse. Vitamina D nuk është vitaminë. Ajo është një sekreto-hormon. Vitaminat janë substanca që trupi nuk i prodhon dot vetë dhe duhet i marrë nga ushqimi. Por vitamina D prodhohet nga vetë trupi ynë kur rezet e diellit godasin lëkurën tonë. Por çfarë bën ajo në nivel qelizor? Pothuajse çdo qelizë në trupin tuaj, nga qelizat e trurit deri tek ato të sistemit imunitar, ka një receptor për vitaminën D. Mendojeni këtë receptor si një bradhë dhe vitaminën D si çelësin. Kur vitamina D lidhet me këtë receptor, ajo udhëton direkt në bërthamën e qelizës dhe ndryshon mënyrën se si funksionon ADN-ja juaj. Ajo kontrollon mbi 200 gjene. Në nivel qelizor pa këtë qelës, qelizat e zorëve nuk thithin dot kalciumin, kockat tuaja fillojnë të dobësohen. Qelizat imunitare si qelizat të mbeten në gjumë duke ju bërë prelejt e viruseve. Prodhimi i serotoninës, hormonit të lumturisë, bie ndjeshëm. Pse ndodh mungesa? Nëse dielli është falas, pse kemi kaq shumë mungesë? Pse ndodh kjo? Jeta moderne brenda 4 mureve. Ne kalojmë 90% të kohës në zyra, shtëpi apo makina. Xhami i dritareve i bllokon plotësisht rrezet ultraviolet që na duhen për të prodhuar vitaminën D. Kremi i diellit, ndërsa na mbron nga plakja dhe kanceri i lëkurës, një krem me SPF 30% e bllokon prodhimin e vitaminës D me mbi 95%. Melanina, ngjyra e lëkurës. Nëse keni lëkurë më të errët, ju keni më shumë melanin. Melanina vepron si një mbrojtës natyral, që do të thotë se ju duhet 3 deri në 5 herë më shumë kohë në diell se një person me lëkurë të bardhë për të prodhuar të njëjtën sasi vitamine. Obeziteti dhe problemet me mëlçin apo veshkat. Vitamina D është e tretshme në yndyrë. Te njerëzit mbi peshë, yndyrna e prapson dhe bllokon vitaminën duke mos e lënë të kalojë në gjak. Gjithashtu nëse mëlçia ose veshkat nuk punojnë mirë, ato mund të na kthejnë vitaminën D në formën e saj aktive, kalcitriol. Sa zgjat mungesa dhe procesi i rekuperimit. Mungesa e vitaminës D nuk ndodh brenda një dite. Ajo krijohet përgjatë muajve të dimrit, po ashtu edhe rregullimi i saj kërkon kohë. Nëse filloni të merrni dozën e duhur të suplementeve, nivelet në gjak do të fillojnë të rriten brenda 2 deri në 3 javë. Megjithatë, për të mbushur plotësisht depot e trupit tuaj dhe për të parë zhdukjen e plot të simptomave si lodhja apo dhimbjet e muskujve, duhen 2 deri në 3 muaj trajtim i rregullt. Atëherë si ta kurojmë? Këtu duhet të bëni shumë kujdes sepse ka një sekret që pak njerëz e dinë. Dielli, në mënyrë inteligjente, duhet vetëm 15 deri në 20 minuta në diell rreth mesditës me krah dhe këmbët e zbuluara, pa krem mbrojtës, 3 herë në javë. Ushqimi. Konsumoni peshk të yndyrshëm, salmon, sardele, të verdhat e vezëve dhe kërpullat. Por kujdes, është thuajse e pamundur të plotësosh mungesat e mëdha vetëm me ushqim. Suplementi, rregulli i artë. Nëse bëni analizën dhe rezultoni në 30, ju duhen suplemente, por asnjëherë mos merrni vitaminën D3 vetëm. Merrni gjithmonë vitaminën D3 të kombinuar me vitaminë K2. Pse? Sepse vitamina D3 rrit të thithjen e kalciumit në gjak, por është vitamina K2 ajo që merr kalciumin nga gjaku dhe e dërgon te kockat. Pa vitaminën K2, kalciumi mund të grumbullohet në arteriet tuaja, duke i bllokuar ato. Gjithashtu shoqërojeni me magnez, pasi trupi e përdor magnezin për të aktivizuar vitaminën D. Para se të shkoni të blini një suplemente, bëni një analizë të thjeshtë gjakut të quajtur 25 hidroksivitamin D. Është mënyra vetme e saktë për të parë ku ndodheni. Nëse ju pëlqeu ky udhëtim në nivel qelizor, shtypni butonin like dhe bëni subscribe për më shumë video rreth shëndetit tuaj. Na shkruani në komente a keni kontrolluar ndonjëherë vitaminën D. Shihemi në videon e radhës.